si kryetari i grupit parlamentar të PS-s kërkoj që të distancohemi nga dhuna, po ne distancohemi nga dhuna e korrupsionit. Ne distancohemi nga politikanët e lidhur me krimin e organizuar. Ne distancohemi nga çdo normalizim i një situate që po e çon Shqipërinë shumë hapa prapa. Të vish në foltore dhe të marrësh një fjali krejt normale të kryetarit komisionit jashtëm, ndërkohë që ti injorosh një fjalim të mbajtur për Shqipërinë, ku i kërkon kësaj majorancës pari të distancohet nga korrupsioni i Belinda Ballukut. S'dyti të mos vonoj në asnjë moment më shumë heqjen e imunitetit dhe përballjen e saj me drejtësinë si qytetare e barabartë përpara ligjit. Koleg, do të kesh parasysh që ne nuk rrim në parallomën e Edi Ramës, po për ditur se çka qoka është bën ai me pronat e shqiptarëve. Nuk e kemi këtë informacion. Dhe fakti që një pronë publike i është kaluar për menaxhim një fondacioni francez, u desh protesta e datës 28 që ta mësonim ne, po ta mësonin edhe shqiptarët. Dhe pa diskutim Shqipëria nuk vuan nga simbolikat, vuan nga ajo që qëndron në themel të kësaj qeverisje, që është korrupsioni dhe krimi i organizuar. Prandaj ku dalësh tim foltore dhe distancohesh nga politikanët që bashkëpunojnë me krimin e organizuar, të distancohesh nga korrupsioni, edhe të plotësosh atë që thot kryetari i komisionit jashtëm, çështjen Ballukut, tekst kritik për luftën ndaj korrupsionit,